Po, pra pas ka një diferencë midis asaj në popuj ku agjerohet dhe në popuj ku nuk agjerohet, besoj është një diferencë, dhe unë du të kajtoj këtu rastin e para 2-3 viteve në Mitrovic, ku një plak nga veriu, një plak por i vetmuar dhe i varfër, i mbetur i vetmuar, gjatë gjithë muajit Ramazanit, përfitonte nga iftarët në vendet hapura që shtroheshin në pjesën jugore, dhe çdo ditë ai kalonte urën e Imbrit dhe shkonte dhe ushqej bashkë me muslimanët, dhe pastaj kalonte tek shtëpia vet. Ishte një gjë shumë interesante, një dolli për të dhënë të kuptuar pikërisht këtë, pra që nuk është njësoj në një vend ku ka agjërim, ku përjetohet Ramazani, me një vend ku nuk ka Ramazan, por që besoj në këtë botë janë shumë të pakta. Po. Me këtë doja të lidha edhe unë jam imam në një vend ku janë të dy komunitetet, komuniteti musliman dhe komuniteti katolik. Në traditën po them tash të kalumes para luftës, unë përveç që jam tani imam aty, isha para luftës dhe imam Ramazani, por kjo nuk ka ndodhur unë kur isha imam Ramazani, por me imamet para meje, tek një familje besimit katolik, kanë bërë kërkesë të këshilli i fshatit, komunitetit musliman, që a bën më na jep hoxha një natë në iftar ta kemi edhe na dhe ju muslimanët vini në iftar. Përveç imamit të Ramazanit, është kanë tradita edhe tupani. Sezoni nuk është një gjatë dhe të rrah tupani për me një fshati. Dhe këto me kumtojnë sot edhe të besimit musliman, edhe të besimit katolik, sepse kjo ka ndodhur në Gurrakoc të komunës së Istogut, që përmeni Hoxha Efendiu më herët, e kanë njët ndjesinë e ardhes Ramazanit, edhe është kanë uniteti i përbashkët i gjithëve. Ju falenderoj, Bedri Lika nga Shkupi dhe Vebi Shartri nga Istogu për të gjithë sqarimet e mrekullueshme që bët në lidhje me këtë muaj të jashtëzakonshëm për jetët e muslimanëve, po për gjithë shoqërinë ku ka musliman dhe ku agjerohet. Ju faleminderit. Bashkë miru takofshim në emisionet tjera.